me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vinë. Një ekspozit e sakt, e drejt dhe e plot, mbi të gjitha natyrisht e vërtet për krimet e Serbisë në Kosovë, unë besoj që duhet të rikthehet sa më parë. Madje, një datë optimale do të mund të ishte qershori, përkatësisht koha kur shënojmë për vjetorin e 27 të çlirimit të Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, është me rëndësi që ajo të mos jetë veç në Prishtinë, ta kemi një ekspozit që është në për të gjitha komunat e Kosovës.